Dhe shpresoj që ky bashkëpunim që filloi këtë vit të vazhdojë deri në vitet e ardhshme. Pasuritë nëntoksore të Shqipërisë, sidomos nafta, prej vitesh janë kthyer në burimin më të madh të abuzimit ekonomik dhe korrupsionit shtetëror. Në qendër të një prej dosjeve më të rënda që lidhet me këtë sektor, del emri i drejtorit të Alpetrolit, Endri Puka. Personazhi përmendur në 3 raporte të kontrollit të lartë të shtetit dhe në dosjen Bankers për falsifikim dokumentash, tendera fiktiv dhe favorizim kompanish të naftës. Sipas dokumentave zyrtare, dëmi ekonomik i shkaktuar gjatë drejtimit të tij përllogaritet në 140 milion euro. Megjithatë, prej 8 vitesh, Puka vion i lirë, ndërsa miliona dyshohen se janë pastruar përmes një rrjedhi kompanish të regjistruara në emër të tij, të bashortes Ela Puka dhe ish vartësve të tij. Skema financiare bazohet tek shoqëri të krijuara pas vitit 2019, me veprimtari në dukje të pafajshme, konsulencë, marketing, teknologji e të tjerë. Por qarkullimet kapin shifra marramëndse, shumë prej tyre jashtë sistemit bankar. Emrat e njëjtë shfaqen në disa kompani, duke dëshmuar lidhje të organizuar. Nyja kryesore e aferës është kompania Apsus SHPK, e themeluar nga Alban Peza, ky një person me precedent penal dhe sekser i Pukës në kohën kur drejtonte Alpetrolin. Nëpërmjet shqiplerjeve fiktive të kuotave për 100 deri në 200 euro, kompania kalon në duart e disa personave derisa në vitin 2024 bashkëshortja Endri Pukës siguron 30% të aksioneve. Apsus nuk është një shoqëri e zakonshme. Ajo është kompania bie Anjo Oil Gas, një subjekt që ka pasur marrëdhënie biznesi të drejtë për drejta me Alpetrolin, pikërisht në periudhën që Puka ishte drejtor. Pra, ish funksionari që duhet të kontrollonte kompaninë, sot rezulton ortak në të, në kundërshtim flagrant me ligjin. Ndërsa pyetjet që shtrohen janë: porse ende nuk ka një masë sigurie? Porse nuk ka sekuestrim pasuror të zgjeruar? Dhe mbi të gjitha, kush mblon mekanizmat e pastrimit të parave nga nafta shqiptare? E nëse drejtësia vendos të veprojë, Apsus është çelësi që hap të gjithë zinxhirit: korrupsion, pastrim parash, investime me kapital të dyshimt.